Për shëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një parashikim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim, ju mund të mendoni për personin dhe ne shohim energjinë që do na vi. Çfarë mendon, çfarë ndjen ky person në lidhje me ju. Dhe kjo është energjia e personit dhe kjo është energjia juaj. Atëherë shohim që ju keni të bëni me një person që është duke menduar në lidhje me dëshirat e tij, në lidhje me pasionin, në lidhje me erotizmin gjatë kësaj periudhe. Është një person që mund të dojë me çdo kusht që të jetë me ju dhe dëshiron të jetë këtu dhe tani, por dhe është një person që nuk pranon humbjen e kësaj dashurie. Është një person që ndihet i sigurt në veten e vet. Por është dhe një person që ka ulje dhe ngritje nga ana psikologjike. Ndoshta ky person bën mendime negative, njëherë mendon negativisht, pastaj mendon pozitivisht, dhe në momentin që ka këto mendime, ky person ndihet pak i trubullt. Por gjithsesi është një person që do të fitojë dashurinë tuaj. Për të gjithë ata që mund të jenë në një njohje ose edhe në lidhje. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që mund të jetë edhe një person që ka shumë pasion, thamë, në lidhje me ju dhe dëshiron të futet në një njohje të re. Dhe shohim energjinë tuaj dëgjues, ju përfaqësoheni nga karta e kryepriftit, që është një kartë e arkanës së madhe, dhe përfaqëson shenjën e demit, ka planeta afër ditën. Dhe faktikisht jemi në energjinë e demit gjatë këtij muaji. Gjithsesi, është lexim i përgjithshëm, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju dhe është lexim pa kohë, që mund ta shikoni në çdo moment. Gjithsesi, ky person është ju, është energjia juaj. Energjia juaj, ju jeni një person që i mendoni gjërat më seriozisht, dëshironi diçka që të jetë e qëndrueshme në lidhje me këtë dashuri. Ju ndoshta nuk dëshironi të lëndoheni, por nuk dëshironi që edhe ta lëndoni këtë person. Ju jeni ndoshta persona që dëshironi që këtë njohje ose këtë lidhje ta finalizoni, të kaloni në një bashkëjetesë, në një martesë, në një fejesë, por jeni dhe një person që dëshiron që dëshirat dhe ëndrat i bëj realitet. Ju jeni shumë të dashuruar, jepni dashuri këtu dhe jepni dashuri pa kushte dhe jeni duke insistuar në këtë histori dashurie. Ndoshta ju jeni të dashuruar me këtë person dhe e mendoni si një dashuri për gjithmonë, që të vazhdoj të ketë vazhdimsi kjo njohje ose kjo lidhje që ju keni. Gjithsesi, tani do shohim energjinë e personit. Çfarë mendon, çfarë ndjen ky person në lidhje me ju dëgjues. Atëherë këtu shohim, kemi energjitë shenjave të tokës dhe kemi të gjitha shenjat e horoskopit, sepse kemi dhe energjinë e magjistarit. Gjithsesi, ky person është një person që dëshiron të riskojë në lidhje me këtë dashuri, sepse tham që është një person që ka shumë pasion, është një person që udhëhiqet nga pasioni në lidhje me ju dëgjues, por dëshiron që të bëj hapa drejt jush, për të bërë një fillim të ri në një rast, për gjithë ata që dëshirojnë të futen në fillime të reja, për pjesën tjetër në lidhje me ju, ndoshta për të riskuar diçka në lidhje me ju. Dhe e shoh që ky person i ka të gjitha mundësitë në lidhje me këtë dashuri.
është një person që përdor shumë fort pjesën e logjikës, pjesën e mençurisë, është person që është duke ju kërkuar dhe ky person mendon që të shkruaj historinë e vet, ndoshta të vendosi një kuror në lidhje me ju. Edhe pse ky person po të vëmre këtu udhëhiqet nga pasioni më tepër dhe nga logjika. Por është një person që ndoshta dëshiron që ta shkruaj këtë histori dashurie në lidhje me ju dëgjues. Dhe çfarë mendon ky person në të ardhmen? Si do vazhdoj kjo histori në të ardhmen? Dhe këtu kemi energjinë e personit. Atëherë, ky person shoh që kemi energjitë shenjave të tokës dhe të zjarit, dhe kemi energjitë shenjave të tokës dhe të ajrit. Gjithsesi është një person që nuk e di ju shef si një person të suksesshëm në jetën tuaj të përditshme, ose në punën tuaj, ose në studimet tuaja, flasim për gjithë ata që mund të jenë në këto situata, dhe ky person sikur, nuk e di, ndoshta ju shikon si një person fitimtar, ju dëgjues. Dhe ky person ndizet ose ka një pasion në momentin që ju festoni fitoret tuaja. Dhe jemi te karta e vendimit, e gjykimit, ku unë shoh që ky person dëshiron të marrë një vendim të rëndësishëm në lidhje me ju. Dhe këtu bëhet fjalë për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje të re, këtu futen gjithë ata që mund të kenë një distancim emocional, mund të kenë një shkputje nga personi, ose mund të jetë edhe një person që mund të jetë në distancë. Por unë shoh që ky person dëshiron të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me ju. Sepse shoh që personi gjatë gjithë kohës që kur kemi filluar te karta e parë dhe deri këtu është një person që ka shumë pasion në lidhje me këtë dashuri. Atëherë do shohim energjinë tuaj, dëgjues, ku ju dëshironi të keni diçka stabil me këtë person, jeni të dashuruar, nuk dëshironi të... Dhe shohim kemi energji të shenjës demit përsëri, kemi energji të kartës së dashuruarve dhe energjinë e shenjës së gafores. Atëherë, energjia juaj, shoh që ju mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë njohje që keni, ose me këtë lidhje, ose për të futur në një njohje. Por shoh që këtu ka shumë paqartësi, sepse jemi në dy energji këtu. Dhe nuk e di, por ju duket një rrugë shumë e vështirë në lidhje me një fillim të ri, me një person. Në rastin tjetër, në lidhje me njohjet që mund të keni, me një distancim që mund të keni me këtë person, me një shkëputje që mund të keni me personin, shoh që është një rrugë ku është e mbuluar me male. Dhe ju dëshironi të hidhni dritë në këtë rrugëtim në lidhje me dashurinë, me njohjet që keni, ose me personin që dëshiron të hyjë në jetën tuaj. Gjithsesi, unë shoh një energji femërore që është shumë e dashuruar dhe një energji mashkullore këtu që dëshiron të japi një drejtim kësaj njohje ose kësaj lidhje që keni. Sepse shoh një dashuri ku kanë zjarin brenda, ka emocionet, por ka dhe pasionin. Disa prej jush mund të jeni edhe me fëmijë. Gjithsesi, unë shoh që ose ju mund të planifikoni dhe fëmijë në të ardhmen tuaj në lidhje me këtë person. Dhe vazhdojmë me energjinë tuaj. Çfarë mendoni ju në të ardhmen me këtë person? Atëherë, këtu kemi energji përsëri të karocës, që është energji gafore, sepse janë me dy lexime këto. Kemi energjinë e shenjës luanit dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Ju dëgjues, ju shoh që dëshironi të jepni drejtim kësaj situate, keni nevojë të meditoni, të qetësoni veten tuaj dhe të mendoni ose të pastroni zemrën tuaj dhe të mendoni se si do të jepni drejtim kësaj dashurie. Dhe kemi energjinë e monedhave, ku tregon që gjithsesi ju do të jepni drejtim, dëshironi ta ja jepni dhe e shohim dy herë, sepse ka rënë dy herë karta e karocës,
Dhe unë shoh që tregojeni të mbyllur ndaj kësaj dashurie. Ndoshta keni nevojë të pushoni, të qetësoni, të merrni kohën tuaj, të meditoni dhe të mendoni se si t'i jepni drejtim, sepse shoh që ju duket një rrugë e vështirë me këtë person. Një rrugë ku ju dëshironi të jeni dritë për të bërë këtë fillim të ri, ose në rastin tjetër për ta çuar para këtë njohje ose këtë lidhje. Por ju shoh shumë të mbyllur, edhe pse jeni të mbyllur ndaj kësaj dashurie, unë shoh që ju mungon ky person. Për gjithë ata që janë beqar dhe dëshirojnë të futen në një njohje të re, mund të ndjen pasiguri ose frikra, sepse ju duket e vështirë kjo gjë. Ju shoh të mbyllur, por shoh që ju mungon dhe dashuria. Ju mungon një dashuri që ju të keni një person në jetën tuaj. Kurse për pjesën tjetër, shoh që ky person ju mungon, por ju tregojeni të mbyllur, edhe pse personi ju mungon. Ne do shohim përfundimin. Çfarë na sjell? Dhe unë po marr kartat romantike. Si do përfundoj kjo njohje në të ardhmen, në lidhje me ju dëgjues. Ju mund ta dëgjoni në çdo moment sepse janë lexime pa kohë. Dhe mund të merrni vetëm atë që rezonon me ju. Atëherë, shohim energjinë, dhe kjo është karta e pakos, më duhet ta heq. Si do shkojnë në të ardhmen kjo dashuri. Gjithsesi, unë shoh kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ajrit. Shoh që do ketë disa diskutime, një fillim diskutimesh ose biseda me këtë person. Ju do filloni të shikoni gjërat më qartë në lidhje me këtë dashuri dhe ju shoh që mund të jeni dhe në distancë me personin, mund të haseni dhe me pengesa në lidhje me disa biseda ose diskutime, por gjithsesi unë shoh një takim. Ka ardhur ora për të pasur një takim me këtë person. Dhe shoh që ju do harrini të diskutoni, të shkoni diku, të bisedoni me njëri tjetrin dhe shoh që do të jepni një drejtim kësaj njohje që mund të futeni ose kësaj lidhje. Për një pjesë prej jush mund të shkoni dhe në udhëtime sepse unë e shoh shumë fort. Ose mund të jetë një person që ju e takoni në një udhëtim. Është një energji fantastike, gjithsesi marrim dhe 2 letra. Dhe kemi energjinë e kryepriftit përsëri, që ishte te energjia juaj dëgjues. Unë shoh që ju do keni një takim me këtë person, shoh që ka shumë pasion dhe do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një njohje të re që ju do futeni, me një bashkëjetesë për një pjesë tjetër, ose për të çuar para njohjet ose lidhjet tuaja, sepse shoh që ju mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë person, ndiheni të dashuruar dhe shoh energjinë që ju i vendosni qëllime vetes për të qenë bashkë me këtë person. Është një energji vërtet fantastike. Do marrim një mesazh nga angjit dhe do shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, ndiqni ëndrat tuaja, thot. Bëni durim, thot, dhe fluturoni. Domethënë, ju zbukuroheni, do hapeni ndaj kësaj dashurie, keni bërë shumë durim, por ka ardhur momenti që ju të fluturoni në lidhje me këtë dashuri. Ju thot, do keni të reja të mira në lidhje me këtë person ose me këtë dashuri që ju keni. Ju doni të bëni vërtet diçka të bukur në lidhje me këtë person, diçka vërtet që ju intereson, por është edhe një fillim i ri shumë i bukur në lidhje me këtë dashuri. Për gjithë ata që do kenë fillime të reja, por dhe për gjithë ata që dëshirojnë të çojnë njohjet ose lidhjet para. Dhe marrim dhe një mesazh dhe doli vet.
ju thot që mos i humbisni mundësit që keni, që ju vinë, mundësin që ju vinë me një person të caktuar, dhe këtu flasim për njohjet e reja, ose në rastin tjetër për gjitha ata që mund të kenë janë në një njohje që mund të jenë në këto situata, atëherë mos e humbisni këtë mundësi me këtë person, thot. Hapni sy, thot, dhe gjeni forcën për të shkuar drejt kësaj dashurie. Atëherë është një mesazh fantastik dhe ishte shumë i qartë mesazhi në lidhje me gjithë ju. Atëherë kjo ishte për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse kanë dalë gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një mbazitje sa më të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dhe dëgjojmë videot e radhës.